Prej disa ditësh, banorët e paralagjës Dardania në rrugën Vëllezrit Abdullahi janë të shqetësuar për situatën e krijuar nga disa kabllo të shpërndara, gjithandej mungesa ndriçimit publik dhe ndërprerjet e energjisë elektrike. Njëri nga banorët, në një prononcim për mediumin ton, shprehu shqetësimin e tij për vështirësitë e përditshme dhe rrezikun që mund të shkaktojnë kabllot e dëmtuara për banorët e kësaj zone. Këtu shqetësimi logjën Dardania në rrugën Vëllezrit Abdullahi është se u kaponon kompania me të komerc, do kablla i ka shti në për tokë, po edhe shqetësimi më i madh është do kablla i kalon në për tokë, ama shumica banorë as kem drejtim të lagjës, edhe shumica bizneseve janë të mbyllur për shkak të drejtimit, edhe shumica kohës rrym nuk kemi këtë lagje. Mes tjerash, i njëjti tha se situata është bërë e rrezikshme për kalimtarët dhe kërkoi nga institucionet përkatëse që të marrin masa sa më shpejt për të rregulluar gjendjen. Këtu po shihet sa përket si shef syri, nuk të mira për banorët, se këtu ka shumica banorëve ka edhe fëmijë edhe dalin shëtisin, a motash nashta i modhi e sheh pak më ndryshe, por të fëmija mund me shqetësu nej do një problem. Kujtojmë se, sipas banorëve, për shkak të këtyre problemeve, disa biznese të vogla që punojnë në këtë pjesë të lagjës janë detyruar të qëndrojnë të mbyllura, pasi nuk kanë mundësi për të punuar. Redaksia jon ka kërkuar një përgjigje nga KEDS lidhur me situatën në fjalë dhe është në pritje të një përgjigjeje.